Protesta e realizuar të njëjtën në fshatin Mamës të komunës Kolç, në rrethin e Kukësit, ka bërë që uniformat blu të shoqërojnë sot në mëngjes disa banorë të fshatit, duke shkaktuar indinjat tek banorët e zonës. Banorët zhvilluan sot një protestë paqësore përpara godinës së drejtorisë së policisë së qarkut të Kukësit, duke kërkuar lirimin e bashkëfshatarëve të tyre. Na kërkojmë këtë gjë. Problema bon policia dhe na hinë dhe na për shtëpia, për punën e firmës Hakenikelit Victoria. Dhe kontroll në për shtëpia pa prit asnjë njeri e na nal fugonat na marrin në polici. Tani momentin që momentalisht jemi këtu na kanë nal disa çuna të fshatit. I kanë nal në fugon jo pa asnjë lloj argumenti të kundërshtim forcave të rendit ose vetëm për të bërë presion që të prenen me lan tokën e vet për me bën biznes dikush. Minierën e hekur nikelit në këtë zonë ka marrë për shfrytëzim kompania Victoria Invest, e cila ka dokumentacionin e plot për ta shfrytëzuar dhe lejen përkatëse nga Ministria e Linjës. Kompania në bazë të rregullave ka vënë në dieni komunën Kolç dhe drejtorinë e shërbimit pyjor e atë të mjedisit për punimet që do të kryej.